Janë vetëm 2,2 kilometra rrugë nga fshati Poçest deri në fshatin Popinar, që kanë bërë që banorët e Popinarit ta braktisin fshatin. Shumë prej të rinjve janë larguar në emigracion për shkak të pamundësive që kanë në fshatin e tyre të lindjes, ndërsa shprehen të gatshëm për të rikthyer nëse rruga e tyre asfaltohet. Ata shprehen se gjatë muajve të dimrit e kanë thuajse të pamundur të lëvizin nga fshati për shkak të rrugës së keqe dhe të vështirë. Madje, ata shtojnë se as fëmijët nuk i dërgojnë dot në shkollën e Poçestit për mungesë të kalimit në rrugë, e cila bëhet shumë e rrezikshme nga prania e akullit dhe dëborës. Banorët shprehen se janë mashtruar në këto 35 vite dhe se askush nuk ka bërë asgjë për fshatin e tyre. Rrugë shkimi, po, mazalanis mund një problem, bëhet dimni mas të këne. Dimë më bëhet, ka bashkia, kemi shku bëri një si fshat, në thanë që dhe bëhet ne, po unë kërkon dhe iqë, asë gjë ka një nuk bëhet. Kjo makina në gjitet në Popinar, asë njerë, po prej zorti dhëtë më në gjitë. Dhe shkum bashkia ka thanë 100 herë, dhe u bim, fadromat dhe regullojmë, kështu qashtu, asë një gjë së bë. Unë rinë Itali, dhe vi vetëm për kështenjat. Mledh këta kështenjat dhe iki në Itali, se s'kam që të bëj. Ve prej këse rrugë iki, se s'kam që të bëj. Kaj du me shku. Dimrit dhe shumë shtirë, se nisë mu një gjë, s'ka, me qa me që në spitalin, për Shkopi. Vetëm Folistrada. Folistrada nuk ka asnjë, premtime ka sa dush, ama unë shofë që a bëhet këtu. Premtime me lafe me gjëra, ka sa dush. Rruga o cop-cop, po të ketë rrugë, unë nesër fug letrat. Se jam me dokumenta italiane, i gris letrat. Këtë gropa është, që jetu e pahën e vetë. Me zot luj me maqina. Gjatë dimrit e në ma keqë. Ka mundësi një mujrën pa lëvizit me fëmijët vëgjër. Gjendja rrugës e shikoni vetë si është, makina me zorti i pën lartë, me xhirume, si që pa edhe vetë. Kështu nuk kam nu dorë, që ka zhvite nuk kam nu dorë asë njoni këto në rrugë. Gjatë dimrit një Folistrat si ka kishoku, me qatë Folistrat lujmë gjithë ka tundi. Një isë mund një gjë, se makinat e vogla nuk ipi. Kur ka borë jo, asë kur ka shi nuk ipi, jo kur ka borë jo. Akull bëhet se ujti është rrugës, kanale nuk ka, kur bie shi, kur bie borë ujti gjithë rrugës rijen, dhe bëhet akull dinjaja, ne s'u rëzipim me makinat vogla. Jemi dediru, në kam me shku me bë funizime, kalamajt i kemi, kalamajt rinë pa shkollë, gjithë dimrit kalamajt janë pa shkollë. Ish kryetari i fshatit Popinar, Urim Hamzaj, shprehet se ka braktisur detyrën e kryetarit të fshatit vetëm sepse kërkesat e tij ndaj bashkisë Dibër për asfaltimin e rrugës kanë rënë në vesh të shurdhër. Hamzaj shtoi se as për ndërhyrje me zhavor nuk është bërë mundur, ndaj vendosi të lërë detyrën e tij si kryetar fshati. Kam bë kërkesë për këtë rrugë 100 herë në çdo takim me kryebashkiakun Rahim Spajiu. Do ta bëjmë si mjet, do ta bëjmë mat. Ka qenë plan për ta bë prin 2025. Fondi ka mbaruar 2025, më është nda buxheti për këtë vit ka mbaruar. Kemi qenë si fshat në bashki, jo një herë, po 2 herë. Na është dhënë fjala që do ta bëjnë. Preqim të na bëjë një fadrom të riparon të paktën për shkëtdimën, se s'bëhet llaf për asfaltim të shëdimrit. Gjasa debin nuk veprojnë, që djerë që shkojmë nuk veprojnë. E kanë lanë fjala për në mund të bëjmë asfaltim, si thot kryetari i bashkisë Rahim Spajiu. Ju kam kërku një mirëmbajtës, jem që 7 vjetë kre plak. Të paktën një mirëmbajtës për të mbush një kanal, që e qanë draga, për të hap një vik, një grop, një gjë, nuk është realizuar, s'ma kanë marrë parasysh. Gjitha kërkesa që i kemë bënë, nuk kam pas asnjë lloj përkraje nga ana bashkisë, absolutisht. Jem detiru, e kam hedh vulën, e kam dorëzu, ka 2 muaj që e kam dorëzu, se s'uni dal para këtij fshati. Kërkesat janë shumëta, unë s'arrita të bëj asnjë send për këtë fshat, se s'um ka përkrah kryetari i bashkisë fare. Nuk bëhet llaf për njësi administrative maqellar, se këta jenë me las plumi, një hiqet, një vijet. Ne nuk kemi kopësht, nuk kemi qerdhe, nuk kemi shkollë fillore, nuk kemi shkollë 8 vjeçare, s'kemi kur gjë. Nga që jem fshati vogël, i kanë grupuar gjithë në Poçest. Ka 5 kilometra rrugë bën fugoni, i çon nxënësit prej këtu në Poçest. Mos shif sot që është verë. Po këtu bëhet 6 centim bora dimrit. Akull, shi. Kur të merr pile fugonin në një ditë me nxënësit, do ta shkresin këtë fshat, do ta lanë pa fëmijë. Ua kam ngrit 100 herë këtë problem.
Ky është fshati më i lanur në bazore në njësinë administrative Maçellar. Banorët e mbetur ende në këtë fshat kërkojnë ndërhyrje emergjente në rrugën e tyre. Në të kundërt, ata shprehen se do të largohen të gjithë nga fshati.